popullore, Shkurte Feza mbajti një gala koncert për të festuar 40 vjetorin e karrierës së saj muzikore. Me këtë rast, ajo nderua me medalje nga Presidenca e Kosovës. Natyrisht se në këtë eveniment ishim të pranishëm edhe ne dhe gjithmonë për të kuptuar sa do të thotë kjo për zonjën Shkurte, një mbyllje e karrierës në një farë mënyre, e për më shumë flasin vetë familjarët dhe bashkëpunëtorët e saj. Shumë një mësim për mu, po edhe një motiv me punu, gjithashtu një përgjegjësi shumë e madhe. Privilegj, për një kohësi shumë përgjegjësi. Sepse emri i saj është ndërtu në kushtet kur disa ndoshta s'kan guxuar as me fol shqip, ajo ka këndu, kështu që mendoj që muzika për të s'ka qenë vetëm një këngë, por ka qenë një mision. Është ndjenjë shumë e bukur. Është një mix, një përzimje e ndjenjave, është krenari, privilegj, është mungesë e pranisë saj, është pak a shumë kur je fëmijë të duhen gjithmonë prind afër e ne këto pak nuk e kemi pas, por në këmbim kësaj kemi pas shumë respekt për njerëzve, kemi pas ndjenjë shumë jemi ndi gjithmonë krenar, kemi qenë gjithmonë mbulu me fjalë shumë bukura, shumë të mira për mamin ton edhe pak a shumë e ka kompenzu edhe atë mungesën e saj. Jam pjesë këtu si mbështetje e Shkurtës atyre 20 viteve se jemi bashkë prej fillimit. Edhe është një ndjenjë kur ndjesh i lumtur edhe normal ndjesh përgjegjësi për arsye se si do të shkon, si do të ndodh një punërzim, e kemi ngritur një kalak kështu për 20 vite dhe sot me një farformë po i vetë edhe kulmi. Përndryshe Shkurtja ka përpos çmimeve tjera që i ka marrë vitin e kaluar është nderuar me çmimin Mjeshtri i Madh, në fakt titullin Mjeshtri i Madh, që ne jemi shumë të lumtur se është e para në Kosovë që ka fituar. Atë titull është Maestro Grande që vje, ndërsa sot ka ndodhur dekorimi nga Presidenti e Kosovës me çmimin medalja presidenciale për merita. Kështu që edhe kjo na ka mbyllur në një farformë ciklin edhe të sukseseve edhe të punës. S'ka ma mirë se me festu për shembull 40 vjetorin e karrierës. Shkurte Feza është këngëtare që mos them jemi rritë, po gjithë këngëtarët ne e kemi pas idol, e kemi darë si këngëtare, jo e kemi darë, e duhem prapë. Edhe jemi rritë me këngët e saj, këngë që alo i knojmë. Kjo do më thonë është një arritje shumë e madhe. Ta thonë drejten me folë shto Shkurte Shqip, ne kemi qajt me këngët e saj, ka qenë frymëzim për neve dhe ka qenë një farloj ajri shpirtëror. Ne ajri nas mund ta kapim, mas ta burgusim, po jetojmë nga ajri dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që sonte më ka ftu sbashku me familjen time edhe jemi sbashku me te dhe po festojmë, besojmë me gjithë shqiptarë. Me Shkurtën është shumë lehtë me punu, është shumë shoqe, është shumë bashkëpunëtore, i kupton shumë mirë gjanat, për atë edhe kam rri kaq shumë edhe është kaq e madhe për gjithë ne. Të festosh një karrierë 40 vjeçare, me të vërtetë është punë shumë e madhe, aq më tepër Shkurte Fezja, të cilën do ta identifikoja me një ikonë të muzikës
muzikës folklorike, muzikës burimore, muzikës popullore, patriotike shqiptare, sepse me këngët e shkurtes të gjithë ne shqiptarët, ndoshta kemi lindur, jemi rritur, e po plakemi nga dalë duke evakuar kujtime në për gjithë ato që ne kaluam. Koncert ishte i mrekullueshëm, organizimi shumë i mirë. Ishte pak i gjatë, më i gjatë se sa që duroj njerëzit. Mirë po me që mua muzikën ma konë afortun e nuk muzitën, drejt sabah kisha ndëgjuar, se ishte muzika me cilësi plot, edhe gëzohem që ajo motra ime ishte në kondicion të mirë, edhe një 20 vjetë kjo kami mi rëtue. 20 vjetë një ushqim shpirtënor. Shkurt në s'ta kam majt as me qumës, as me gjallë, as me bukë, po në ka ushqy shpirtin. E ne kena nevojë sot të ushqim shpirtin njerëzve, pra ne respektin e ndërimin më të madh për këtë ikonë, këtë gurë të ra në gjerdanin e artit shqiptar në përgjithësi. Faleminderit si them Shkurtës shumë, e festovë edhe 60 vjetë krijimtarie, e 70 vjetë krijimtarie të tjera. Ky rast i sonte me 40 vjetorin e karrierës së Shkurtë Fezës është një rast shumë i mirë për të kujtuar një zë e cila tërë jetën e vet i ka kënduar atë vojat dhe i ka kënduar me shumë shpirt, me shumë pasion. Ajo ka arritur që për 40 vjet të jetë në skenë dhe të jetë madhështore në skenë, sepse gjithmonë ka ditur, ka zgjedhur, ka punuar me më të mirët për të ardhur deri këtu, gjithmonë duke ditur dhe duke njohur mirë historinë e kombit vet, ajo ka arritur që idealet, ndjenjat, dëshirat e kombit vet t'i plasoj përmes këngës. Janë shumë, 4 dekada, me shumë sfida, me shumë peripeti, me shumë pengesa, me shumë lodhje, mundime, por gjithherë të mendu ato që do t'i kënaqë popullin me programet e saj, me këngët e saj, sigurisht që është një ndjenjë e veçantë, sigurisht që edhe unë ndjeva pak a shumë në trupin e Shkurtë Fezës, po flasonte për Shkurtë Fezën, më të vërtet është një sukses i madh për ta, unë e përgëzoj shumë, edhe mund t'i them që shumë i gëzohem suksesit saj. Unë Shkurtës do t'i them 2 fjalë, Zoti i dhash shëndet, Zoti ja rujt zanin edhe shumë e shumë suksese tjera. Festoj Shkurtë Feza, mendoj se na të gjithë festuam së bashku. Se edhe na i kemi shumë vite që jemi në skenë dhe kur e pam këtë koncertin e sonshëm të festës së Shkurtë Fezës së 40 vjetorit të saj, mendojmë që edhe neve na erdhën ato vite e ndim si me qenë vetvetja. Andaj ishte një mbrëmje mjaft e suksesshme. Ishin ato këngë të bukura të Shkurtës që i prezentoj sonte, tregoj veten se është e bindshme për këngët shqipe. Mirëmbrëma, po, jem lodh pak, lodhje e këndshme, ishin gjithë musafirët e mi, artashësit e mi, miqët e mi, edhe u kënaqesha në mirësinë e tyre. Është një vit jubilar që mua më ban muni shumë krenare për 40 vjet janë, domethënë ju asnjëri sigurisht s'keni ala 40 vjet. Edhe janë vite që përjetime, vështirësi, po dhe kënaqësi. S'ka mendu me thënë drejtë me mbyll karrierën,
Edhe po ta them një mendim më së dha Zoti më mbyll karrierën. Kur mbyllë karriera jame unë vdes. Nuk jetoj pa këngën, s'muj me jetu. Në shpirtin Në 400 këngë të mia, përveç atyre që i kena kënu duete për të puri, po janë 400 këngë. Ndiqo dashunia që t'japin adhuruesi, fjalët e bukura, emocionin që ta falin ata nuk len me ulap. Gëzuar, shkurte Feza. Faleminderit.